E sa herë ka pasur zjarre, kemi shku tek elementet, kemi parë pasojën, për shembull, rast zjarri tek ajo Te tregu, ke uzinë Dinamo, patëm tjetër tema, diskutimi. Rast zjarri tek, mos gaboj, kur patëm dhe një viktim të një personi tek Kaza Italia, kishim të njëjtën situatë. Pra zjarret kanë rënë gjithandej dhe problemi shtrohet, çfarë do bëjmë për parandalimin e tyre? Po. Dhe kjo është më e rëndësishme. Pra, problemi është të parandalojmë, jo të kurojmë, se po pati ndodha ajo nuk e që i bëmë. Thjesht do vim pastaj kush pagoj, si ta fusim burë. A është Elvisi një parandalus? Jo, sigurimi nuk parandalon. Sigurimi vetëm të ndihmon ana financiare. Parandalon ajo? Jo. Se i del të keqes para, se në rast se ti do rezikosh para, shkoni kërkon llogari zjarr fikses. Ti thua, e ke shkallën? E ke këtë? Si merr mua ato legët. Ka të gjë të rëndësishme që që do bëjmë ato shkallët që shkojnë deri në ka caktuarve. Po. Atëherë këtu vjen kjo ai që thamë parandalimeve. Më thoni një pikë hidrante në qytet. Një pikë. S'ka asnjë, bravo. S'ka. Bashkia, falenderit shumë. Keni bërë një rrugë atje te lagja ime për bicikleta me 2 korsi. Me 2 korsi për bicikleta. Të ta japun zgjidhjen. Ti mbyllim ato zjarr fiksat, bëjmë Spidermana. Atëherë. Se me këto pallate që janë bërë Spidermana, more. Na jep një litar vlla që të Ore zbresim. Spidermana, nuk e ke ide. Vetëm ato e zgjidhin. Po ti po ngritë bësh direkt meme. Nuk ka pika hidrante. S'ka pika hidrante. Në kohën parë viteve 90, kur është ndërtuar liçeni, ka qenë ndërtuar jo vetëm për atraksion, por ka qenë edhe për të mbushur dhe për të dhënë ndihmë ndaj shërbimit zjarfikës. Pra në rastet e zjarreve të fatkeqësive natyrore, kur nuk ka pika të ndryshme për të marrë, shërben edhe liçeni, sikur se ndodhe në Rom për shembull, që është një zonë e ndërtuar, quhet ajo ekspozita universale e Rom. Euri. Dhe ajo shërben pikërisht për raste të tilla. Në rastet e zjarreve qytet shërben edhe të tilla. Shatërvanet shërben si pika të tilla, pikat hidrante që shërben të tilla dhe duhet të jenë të planifikuara. Pra po flasim për pikat hidrante. E dyta, po flasim, a i kemi mjetet e mbrojtjes nga zjarri. Flasim për shërbimin. A i dinit kujt viti janë makinat e shërbimit zjarfikës? Jo. Të 85-ës. Të 85-ës. Më e mirë është e 2016. Ja, e shikon? Po që e mirë, Po mirë pra, shikon pra. Se ne kur na bie zjarri, pastaj marrim o nga Greqia, o nga Italia. Po, saktë është. Pra, po flasim në rastet e një zjarri masiv. Mirë e ka fajin ai ndërtuesi. Po nëse ai zjarri do merrte gjithë lagjen, çfarë do bënë? Sepse këtu po flasim për mbrojtjen e zjarrit, po flasim për emergjencë civile, po flasim për gjitha rastet e tjera të cilat duhet bëjnë jetën e gjithmonë syt nga Zoti do i. Kjo do të bjerë i larg qoftë ke tregu çam. Për shkak çfarë do ti bësh? Po, çfarë do i bësh? Me zi hyn, a di më thoshte një zjarfiks, në rast zjarri nuk kishte mundësi se ku do kalosh. Mirë aty e shëmbën tani. Po çfarë do bëj? Do shemin tregun çam. Do shemin gjithë lagje, po gjithë Tirana për të hapur struktura. Atëre, mos ve firmë që ndërtohet aty. Edhe prodhimet e shërbimit zjarfikës, makinat janë me shkallë deri në kat 5. Çeke, o janë italiane. Po kualifikohu ti njëherë, pastaj mos e vë firmën. Kombinuar tubet për të lidhur me njëri tjetrin. A nuk përputhen tubat? Po nuk përputhen. Kemi ngritje vertikale të Tiranës. Ose dhe rastet që shëmbën ata, por minimalisht një shkallë 5 metra ose 30 metra ku do të hapesh. Nuk hap dot shkallën me shku me dhënë shërbimin. Pra gjitha këta janë problematika. Po mo këta që kanë dhënë leja, mbajnë ndonjë çik përgjegjësi këta? Kush ka dhënë leje të mbaj përgjegjësi mos zotri? Patjetër. Të mbaj përgjegjësi mos sepse qytetari, se ju po e bëni bisedën kështu si akademik. Qytetari ka paguar legët aty. Edhe unë jam e bindur se ky debat nuk bëhet në as studio si bëhet unë në Bardhëzi. Dhe këtë po deshe kundërshtojeni sa të doni.